Hej, kjo është një ditë e zakonshme xhirimesh në top. Pra, shkojmë që në orën 10 të mëngjesit dhe gjëja e parë që bëjmë për të hapur sytë është kafja mëngjesit, se po nuk pim kafe nuk mbajmë mend asnjë gjë nga skenari dhe nuk duam të lëmë nam në skenë. Pasi kemi pirë kafe, kemi lexuar edhe një herë skenarin, shkojmë në prova në orën 11. Prova zgjasin 3 orë zakonisht dhe bëjmë komplet kalimin e shfaqjes të orës 7. Më pas me vrap të Kelona Balaj për të bërë make-upin edhe flokët, që mi ka qarë këtë herë, si gjithmonë. Dhe në orën 5, Luljo më kujtoj që duhet të haja bukë se isha harruar. Ja pra dhe veshja javës, se ka qarë Anila Konomi. Faleminderit dhe Miranda Dupit për sugjerimin. Gjithashtu make-upi, flokët, gjithçka në look, këtë herë më ka pëlqyer shumë dhe jam ndjerja zakonisht shumë rehat edhe në skenë. Dhe filluam shfaqjen, është ora 7, kështu që mos harroni të ndiqni sonte portokalli.